ajo që ne si universitet, profesor, kemi pasur dhe kemi nevojë, veçanërisht ndimesa në ciklin e tretë të studimeve, në studimet doktoratës, çështjet që lidhen me udhëheqjen dhe bashkëudhëheqjen, e cila reflektohet në marrëveshje, pa diskutim. Përpjekja dhe mbështetja e vazhdueshme që ka ekzistuar në fakt, po që në këtë marrëveshje sanksionohet qartë, që ky universitet, pra Universiteti i Tiranës, do mbështes personelin ton akademik në promovimin e titujve akademik. Në tërësi, kjo marrëveshje bashkëpunimit ka 3 kolona kryesore, ka mësimdhënien, ka kërkimin shkencor dhe ka fusha apo aktivitete, në fakt aktivitete më saktë formuese, të cilat prekin çështje me një preokupacion të ndërsjellë. Në kuadrin e të gjithë marrëveshjeve që Universiteti i Tiranës ka, me institucione brenda dhe jashtë vendit, një nga ato është edhe kjo që do lidhim sot, që në fund ditës nuk është se është ajo që do na lidh. Unë përpara se të vija pash që ne kemi disa projekte të rëndësishme ndërkombëtare kur jemi partner me njëri tjetrin, dhe që kjo punë nuk fillon sot, por ne sot formalizojmë edhe i japim një shtys më tej atyre angazhimeve që sektor të ndryshëm të universiteteve tona janë përfshirë në përpjekjet të përmirësojnë vetveten dhe të japin mundësi më shumë për studentët dhe për pedagogët e tyre. Për sa i përket konstatimit, është e vërtet që nga pikpamja fizike numri i maturantëve që vinë për të ofruar në arsimin e lartë fizikisht ka rënë, por në këtë vit akademik ka një diferencim në raport me vitet e tjera. Edhe pse numri është më i ulët në raport me vitin që shkoi, aplikimet në universitet janë rritur krahasimisht me vitin që shkoi. Ka 600 aplikant më shumë, kur të vijë ajo kohë që ne të ndrojmë studentët tanë me studentë huaj, nuk besoj se do jetë, por elementi huaj në arsimin e lartë është një avantazh, është zhvillim